Ibrahimi a.s. spari u ballafaqua me babain e tij. Dhe me një sjellje të mirë i tha: "O babajim, pse ja adhuron këta të cilët nuk dëgjojnë, nuk shohin dhe nuk mund të bëjnë asnjë të mirë dhe asnjë të keq? Janë të padobishëm." Pastaj Ibrahimi a.s. u ballafaqua me tërë popullin e tij. Ishte i vetëm dhe ishte në mesin e njerëzve fanatik dhe të vrasht, të cilët mund që ta ekzekutonin dhe ta ndalonin. Kjo ishte më se e mundshme. Mirë po, au anguroj Ibrahimi a.s. por t'u a thënë të vërtetën? Iku, ishte frikacak, jo, përkundrazi. Ai e tha të vërtetën. Dhe i solli ata me pjekurinë e tij, i solli ata në një situatë që ata vetë të pohonin se zotrat e tyre ishin të padobishëm. Andaj e shfrytëzoi rastin kur ata nuk ishin afër idhujve të tyre. Si thot Allahu subhanahu wa taala, "Feja'alahum judhadan." Shkoi dhe i bëri cop, i shkatroi idhujt e shumt që i kishte populli i tij, përpos idhullit më të madh. Dhe kur erdhën ata, shikuan, thanë: "Kush e ka bërë këtë me zotrat tan? Kush e bëri këtë me zotrat tan?" Dikush tha: "Kemi ndëgjuar për një djalosh që quhet Ibrahim. Ai mund ta ketë bërë këtë." Dhe e thirrën ata. I thanë: "Ti e ke bërë këtë me zotrat tan? Na i ke shkatruar zotrat? Na i ke, si me thonë, na i ke rrezë zotrat dhe na i ke bë cop zotrat tan, të cilat ata i bin në sejdë, i përkulen dhe i lutin natë e ditë për të mira dhe për t'ju dhënë të mira dhe për të mbrojtur nga të këqijat. Ti na i bëre kështu zotrat tan?" Tha: "Jo, e bëri ky idhulli i madh, ky e ka bërë këtë." Ata thanë: "Po pyetni nëse nuk më besoni." Thanë: "Ti e di fort mirë se idhujt tan nuk flasin." Më thanë, Ibrahimi a.s. i solli në një situatë ku ata të pohojnë një realitet. Si mund të adhurosh një Zot i cili nuk flet, nuk shen, nuk dëgjon, nuk bën dobi, nuk bën keq? A ka fatkeqësi më të madhe sa mendën tënde ta ulesh deri në këtë deregje, deri në këtë shkallë, dhe ti përkulesh gurit të cilin e ke gdhent, dhe që mund vi dikush dhe ta shkatroj dhe ai tjeti pa fuqishëm për ta mbrojtur vetveten. Ai nuk mund ata nuk idhujt e popullit Ibrahim, nuk mundën ta mbronin vetveten. Nuk mundën. Si mund të mbrojnë ti? Si ka mundësi? Kjo është rregulli për të gjithë idhujt e ndryshëm që adhurohen. Si ka mundësi që ti të mbështetesh në emalit, mbështetesh në njerit, mbështetesh në dikën i cili nuk mund ta mbrojë vetveten, e jo më të mbrojë ti. Nuk mund t'i bëj dobi vetvetes, e jo më të bëj dobi ti. Nuk mund ta mbrojë të keqen për vetvetes, e jo më të mbrojë ti nga ndonjë fatkeqësi dhe ndonjë e keqe. Mirë po, të gjitha këto u tha Ibrahimi a.s. Dhe ata vendosën që ta ekzekutonin. Thanë: "Digjeni këtë djalosh, sepse na i shkatroi zotrat, na i shkërmoqi idhujt, i bëri cop." Thonë, që ishin inteligjent, sa nuk e kuptuan se Zoti, nëse është Zot, nuk mund të vi dikush dhe për një herë të ta shkatroj Zotin tant. A mund të jetë ky Zoti i vërtet? Dhe përgatitën e venduan në një katapult të madhe dhe deshën që ta hedhin në zjarr Ibrahimin a.s. Dhe a ishte i qetë. Nuk filloi të qaj, nuk u pendua. Nuk kërkoi ndihmë të ndonjëri prej tyre pa besimtarëve. Ibrahimi a.s. ishte i qetë, sepse ishte i bindur se e ka mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala. E ka përkrahjen e Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Dhe ne tham: "O zjarr." Ata kallën një zjarr të madh dhe dëshën që ta hedhin Ibrahimin sa për ta djegur dhe për ta ekzekutuar, si dënim për atë që kishte bërë me idhujt e tyre. Mirë po,
Allahu, Zoti i vërtet, ai i cili ka dhënë cilësinë e djegjes së zjarrit dhe ai i cili ka venduar ligjet në natyrë, ai urdhëroi zjarrin që të bëhej shpëtim, që të bëhej i ftohtë dhe shpërtim për Ibrahimin alayhis salam. Jo vetëm i ftohtë, por që të bëhej edhe shpëtim për Ibrahimin alayhis salam.